Avokat, në këtë rast, a shikoni një grup që mund të qëndroj pas Elisa Spiropalit, sepse përflitet se mund të qëndroj Gramo Zoruçi, Fatmir Xhafaj dhe element tjerë të fuqishëm të cilët duket se janë pak kënaqur ndaj Edi Ramës, edhe pse nuk e kanë shprehur në publik, por në heshtje dhe në bisedat mes tyre thuhet që e shfaqin këtë pakënaqësi. Grupi në Partinë Socialiste kërkojnë ndjes në rast se do të zhgënjej, por grupet në Partinë Socialiste janë dy, Pushteti dhe Leku. Në rast se njëri nga të dyja këto grupet fillon edhe ka trazira apo ka probleme, sigurisht që do shfaqen dhe individ të tjerë të cilët do të thojnë se është momenti për të zgjuar sepse Partia Socialiste ka humbur drejtimin e saj. Pra, këto dy janë grupe në Partinë Socialiste. Po të shikosh në komunist, po pa Lek edhe Pushtet, rreth partia, po pa që njëri nga të dyja këto element nuk ka mundësi dhe nuk jeton më, sigurisht shfaqet dhe thot jemi në një situatë koti, nuk jetohet kështu, sepse përseja nuk ka qenë kur kështu, ne jemi socialist, po nuk jemi rilindas, a kupton, dhe fillon e ndryshojnë atë pllakën sipas interesit tyre. Por nuk ka grupe tjera në Partinë Socialiste përveç dy grupe, Pushteti dhe Paraja. Jam i bindur që këto të dyja në Partinë Socialiste ka ardhur momenti që nuk janë ashtu siç ka qenë përpara, pjesërisht po dihet që çdo gjë ka konsumin e vet, ka kurbën e vet, dhe shkon deri atje ku duhet shkoj, pastaj kthehet edhe bie në kurrizat atyre që kanë bërë veprime të paligjshme dhe të mbrojtur politikisht. Prandaj them të vetme grupe që shfaqen në Partinë Socialiste janë këto dy grupe. Tani, a janë grupe të tjera me emërtime, Xhafa, Ruçi e të tjerë në Partinë Socialiste, aty kanë qenë dhe janë, sigurisht që janë në një situatë jo të mirë për veten e tyre, por rasti Spiropali është një frymëzim tokëzimi ose një frymëzim kundërshtimi ndaj ato çfarë zoti Rama po bën brenda Partisë Socialiste, po ju ta keni kështu të sigurt që diçka po i bëhet zotit Rama brenda Partisë Socialiste dhe zoti Rama do ta kuptojë në momentin e fundit, po do të jetë momenti i fundit që nuk ka shpëtim për të. A mendoni se Belinda Balluku dhe Elisa Spiropali po zhvillojnë mes tyre një lloj betejë të heshtur, pra në këtë rast a është Belinda Balluku rivalja më e madhe brenda Partisë Socialiste e Elisa Spiropalit? Unë nuk e mendoj më shpres zonjën Balluku, sepse ne këtu e kemi diskutuar që ajo s'na ka dëgjuar dhe vazhdoi duke bërë veprime të cilët nuk përbëjnë politike, po janë veprime të cilët kuptojnë porosia ekzekutohet dhe mbaroi situata. Unë mendoj se zonja Balluku politikisht është djegur, të jem realist. Atë shpëton vetëm një pafajësi në rast se do të marri, po duke ditur se dosjet janë qepur në forma të tilla që nuk kuptojnë gjithmonë përfshirjen e saj në veprimtari jo të lishme, sipas kuadrit të drejtësisë së Partisë Socialiste, që zoti Rama është krenuar me spakun e Partisë Socialiste dhe me drejtësinë e Partisë Socialiste. Pra, zonja Balluku duhet kuptoj që hetimi ndaj saj nuk vjen nga një drejtësi e paanshme, pavarur dhe i treti gjykon e ton, pastron, verifikon, gjen të dhëna dhe fund fare aksion për të kapur paligjshmërinë. Ky është një mashtrim që i bëhet politikës shqiptare nëpërmjet veprimeve të ndryshme që bëjnë disa analistë mashtrues që më kanë mashtruar gjithë kësaj kohë popullin shqiptar, por besoj që pas kanë mashtruar edhe zonjën Balluku, por e vërteta është që zonja Balluku duhet të kesh parasysh që procedimi penal ndaj teje është i frymëzuar politikisht nga zoti Rama. Unë nuk e them këtë gjë sepse nuk besoj të drejtësia, por duhet keni parasysh diçka. Përdorimi që i ka bërë zoti Rama çdo lloj funksionari që ai ka mbështetur, nga Sejmi Tahiri deri më sot e zotnja Balluku, është
kuptim plot që manuali dhe linja e shkërmoqjes dhe e telendisjes së çdo individi që ka dhënë kontribut në keqeverisjen e Partisë Socialiste të Shqipërisë për Shqipërinë. Pra, këtu duhet të kuptojmë që zonja Balluku politikisht nuk mund të qëndrojë më, pavarësisht se dikush mund të shpresoj për një drejtësi të pavarur të paanshme, por e vërteta është që për mua zonja Balluku, në rast se merr një pafajësi nga drejtësia e Partisë Socialiste, për një pafajësi nga Partia Socialiste për nga drejtësia e partisë, sigurisht që ajo mund të rrezikojë karriken e zotit Rama, se mund t'i mbajë zotit Rama ndonjë A4 që nuk ja ka mbajtur Spaku sepse është e zotit Rama, por e vërteta është që në rast se zonja Balluku kalon betejën gjyqësore, që unë shikoj të pamundur, por e kalon edhe bën një luftë të fortë duke fituar pafajësinë e saj, dyshoj, mendoj se do të kemi një rotacion shumë të madh brenda Partisë Socialiste dhe faktorë të cilët janë sot në Partinë Socialiste do të pësojnë një goditje të madhe dhe në fund fare zonja Balluku do të tregoj në rast se fiton pafajësinë nga drejtësia e Partisë Socialiste se si kjo situatë që ndodhi edhe me të ka ndodhur edhe me gjyshin e saj Beqir Ballukun. Do jetë një luftë shumë e madhe, një betejë shumë e madhe që duke shpresuar që ajo do të arrijë, por besoj se faktorë të tjerë do ndërhyjnë shpejt duke na bërë modele të ndryshme që përsëri zonja Balluku do jetë përsëri në telashe për heqjen e imunitetit. Zoti Zhlima, si mendoni kur do jetë ajo goditja finale që mund të bëhet ndaj Belinda Ballukut, duke qenë se Spaku ka lëshuar 35 urdhër kontrolle ndaj të afërmëve të saj, dhe në këtë rast drejtësia është duke shkuar hap pas hapi pas Belinda Ballukut për të dhënë këtë goditje finale? Kjo goditje do të jetë pak më e sofistikuar dhe do të jemi në një situatë që s'kemi qenë ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë. Unë kam thënë tek ju që do shpiket një dosje në kushtet e flagrancës për të ndaluar zonjën Balluku në një komisariat ose në SPAK, duke thirrur që mund të jeni këtu tek ne sepse ne po ju njoftojmë që jemi në kushtet e flagrancës sepse ju keni kryer një krim. Ajo sigurisht do të thotë që unë s'kam kryer asnjë krim, por SPAK-u do veprojë në kushtet e flagrancës, duke i thënë që ne do kërkojmë autorizim nga kuvendi në mënyrë të menjëhershme, ashtu siç aplikohet në nenin 288 dhe 289 të Kodit të Procedurës Penale, kur kuvendi i Shqipërisë do të marrë menjëherë vendimarrje të lirohet apo jo deputeti kur është në kushtet e flagrancës. Kjo është dosje që përpiqen që të bëjnë për zonjën Balluku. Tani nuk e di a do të vendos zoti Brau një standard të tillë, sepse ky standard nuk kupton që pas pezullimit të një ministri në qeverisjen ekzekutive, sigurisht nuk kupton që situata në Partinë Socialiste për shkak të mënyrës se si duhet të largohet me të çdo kusht një person që ka shërbyer në urdhrat e zotit Rama, është treguesi i qartë që zoti Brau duhet të marrë një vendimarrje për të thënë që SPAK-u nuk do të shkojë më në komisionin e mandateve duke bërë procedurën e tillë, po do të shpikë një dosje në kushtet e flagrancës, duke treguar që gjatë kohës kur kjo ka qenë në dieni të procesit penal, ka vepruar dhe ka kryer vepra penale të tjera gjatë kohës kur ka qenë në detyrë. Prandaj them që pritet për të parë muaj maj, për arsye sepse zoti Brau duhet të shfaq talentin e tij profesionalo-politiko-partjak, sepse këto janë të kombinuara me njëra tjetrën dhe nuk janë të ndara me njëra tjetrën, ashtu siç disa mashtrues analist na thonë, tjetër është reforma në drejtësi që qytetarët presin 100 vite pas 2016-s, dhe tjetër gjë është SPAK-u që ishte pritshmëria e shqiptarëve, ku ndërkohë
që të dyja bëjnë pjesë të njëjtës reforme dhe nuk kanë ndonjë diferencë me njëra tjetrën, por kjo e themi për mashtruesit analistë që mashtrojnë popullin shqiptar. Tani, themi të vërtetën është që po zoti Prau do të bëjë punën e vet ashtu siç ja ka rekomanduar Partia e Vet dhe ajo tjetra që ne mund ta diskutojmë më vonë dhe vajtja e zotit Prau në Amerikë do na thas zonjën Balluku në seancë. Pra, kuptimi është që manuali vjen nga PS-ja, ndërsa fotoa nga Amerika dhe shitet në Shqipëri si një kërkesë e ndërkombëtarëve, ndërkohë ku partia çon manualin që të vazhdoj ekzekutimi i porosisë sepse është vonuar madje shumë.